se legitimiteti, do me thonë në gjuhën shqipe, nëse përcaktojmë çka është legitimitet kështu bukfalisht nëse përkthem mund të jetë si besueshmëri. Legitimiteti është diçka që e fitosh, mirë po gjatë qeverisës, nëse qeverisi shkeq, legitimiteti humbon. Si përkthehet legitimiteti? Unë e di se kutijat për votat në kutijat për këshilltar dhe votat për të kutijat për deputet, në parim janë vota të njëjta, të njëjtëve qytetar dhe votojnë për përfaqësues tyre. Këta për kuvendin komunal, këta për kuvendin shtetënor. Edhe tash, këto në parim janë gjona e njëjtë, mirë po ti, kur flet për përfaqësimin në kuvendin republikan, e ke arshinin tjetër. Kur e ke për lokalin, e ke ndryshme. Po je kontradiktor ma që tha para gjysora. Ajo narrativa, di ku ishte, se vleni do të merë Valla hiq se di. Vleni do të merë më shumë komuna se BDI-ja, si komuna, ndërsa në këshilltar do të merë më shumë BDI-ja. Aha, do merë më shumë për shkak se t'jape vëmëroja votë. Në rrethin e ditë do t'i ndihmojë, po. Edhe do të merë më shumë komuna. Po mirë, atëra edhe parlamentare. Dhe këtu do të shohim parlamentare jemi marrë vesh se s'duhet kena se Miskovski në qoftë se i ka më shumë i del ratingin altë, shkon e zgjedhët të sheshi Skënderbej atë partnerin e koalicionit, patër edhe mos i mbajmë edhe zgjedhjet lokale, e pyesim vëmëror, cilin do përkrahi Shënderi e dytë, ai do thotë po do përkrahi Bilali. E vazhdojmë pse të lodhë Allah, pse çetitim. Në zgjedhjet